Çështja është që koalicionit i mungojnë pjesë të mëdha nga spektri djathtë, por edhe kështu siç është, unë e mendoja më keq. Të paktën është bërë tripolar deri tani. Aty janë shumë parti të tjera, do dalin dhe parti tjerë, po zotin Ali Bej me Shenjë e kemi një pol. Lapa i Shabani? Berisha 2, Lapa i Shabani. Basha është pasaj problem që e thërmon fare se bën 4 në një tjetër 5. Se po të rindet e 3 polare, ka i mundësi që të marrë 2 deputet të i bashkon me ta zëm 5 jetë, 5 të caj, 6 jetë, të di unë sa do shkojnë. I bashkon me 2-3 të tjerë. Futja e zotit Basha, futja e ndonjë tjetër pasaj e zotit Shehaj, e përçanë dhe e thërmon votën e opozitës. Kurse koalicioni është pragmatist, nuk ka ndonjë gjë. Bala? Shikoj ndonjë gjë. Tash që kujtova nga deklarata Berishës, mendoj se Meta rrezikon pak nga kjo situata ambigue që është në PD, se Berisha thotë që unë nuk i kam bashkuar kur votat me Ramën kundër Spakut. Në fakt, historie ose të paktën vendimet politike, veprimet politike të zotit Berisha tregojnë kundër se i ka bashkuar votat dhe për kodin zgjedhor dhe për amnistin penale. Tani, në atë që shohim, unë nuk shoh asnjë ndryshim nga çfarë kemi parë më përpara. Pra, ky ekuacion i madh që më solli zoti Berisha sot, deri tani të paktën, mirë apo keq e shajmë duam, a e urrejm Ramën, ky koalicion është koalicion që ka prodhuar humbës, nuk ka prodhuar asnjë fitues. Tani, nëse fitore quhet që të marrësh mandat e parlamentit, për të qenë i sigurt në ato kariket e parlamentit ku pjesa më e madhe e listës. Kë koalicion quan humbës ti? Ja pra këta, gjithë. Po çka kanë prodhuar ato 8 palëzjedhje si qendrore dhe vendore? Rotacion politik nuk kanë prodhuar. Tani, zoti Dule, zoti Idrizi, zoti Mediu kanë qenë më përpara. Se ke pas kandidat për kryeministër, gjithsesi. Prit, ka akoma më keq. Se Berisha, për mua është akoma më keq, sepse Berisha ka ikur me i vot në 2013 që Rama ka qenë në kulmin e fitores kur e ka mundur Berishën, pra ato 1 milion shuplakat e famshme që kujtojmë. Tashin, në këtë kontekst, Berisha sot është akoma i pasprovuar dhe ka marrë koalicionin humbës ose ekuacionin humbës të zotit Basha dhe po në risjell si kur është produkti i tij. Në këtë kontekst, unë besoj që prandaj pozitat e zotit Meta, të thash dhe njerë, janë në listë hapur, janë të rrezikuar në këtë kontekst. Pastaj... Se është rrezikuar në listë, kuptova, nuk e kuptova. Kur thot zotëria... Se do mbledhi vota dhe s'do marrë as Meta, rrezikon Meta. Jo, kam frikë, sepse zotëria të jep sigurinë sikur tek po erdhen partinë time dhe kesh gjithë lirin. Tani, në gjitha peshkaqen që shef aty, pra, që janë kundërshtarët e zotit Ilir Meta brenda Partisë Demokratike, për mandatet e deputetëve, se këta kërkojnë ato votat e tyre. Nuk mund punoj një demokrat për Ilir Metën. Pa tjetër më ka votat e... Pa tjetër më, pa tjetër. Ta i aty do targetoj se... Po kanë... Po pra, këtë është e... Unë të fash që e kanë goditur Rama e gjitha. O Arion, po nuk jenë të Partia Socialiste, të pak të mezjet që kanë ndodhur. Vëndet në Partinë Demokratike janë i numëron me gishtat e dorës, pra janë kryetarë të qarqeve, drejtuesit të qarqeve, si thuash, janë do nxjerrit nga 1 e 2 nga primaret, Qameti po i nxori, dhe pisa tjetër janë aleatët. Se kështu është bërë. Kjo është parti aleatash. Flasim për listën e hapur, pa. Po pra, për listën e hapur, pra. Kështu që zoti Meta, në një parti me shumë aleat, në gjykimin tim unë mund të gaboj, një parti me shumë aleat, besoj se rrezikon duke qenë në listë të hapur. Dhe në këtë kontekst, prandaj lidha me pjesën që zoti Berisha kur ka dashur për interes të tij, i ka bashkuar votat me Ramën. Por hiqet kështu në... Disë janë të muhabete... Po, patjetër. Këto janë muhabete që ne s'bim muhabet politik, ne bim muhabet kontraktimi votash. Aty votat janë kontraktuara. Unë, kur të fola për koalicionet... Po, ke Idrizi me PBD-n. Koalicionet ka ne 6 mandate, dhe ti e di shumë mirë. Beratin Ardicella për 30 vota. Po, patjetër. Durrësi, Vlora, Tirana, Gjirokastra, 6 mandate. O Arion, ke Idrizi me Dule, në zgjedhjet 2021 kanë kandiduar të dy në Tiranë. Tani Idrizi dhe Dule
si mund t'i kenë votat bashkë? Janë dy partit diametralisht, jo të kundërta, po... Po kur ishin DPS-ja ishte mirë. Jo, nuk po them se ishin mirë, ma njësoj ishin dhe atje, po them si mund të punojnë këta bashkë për të maksimalizuar të votën në të kontekst. Ne dim gjithë që i ka bërë. Absolutisht. I ka lënë Idrizin atje si honorific dhe i ka marrë gjithë faktorët elektoral. Ramën e dim, dhe këta i dim, problemi është ato prodhojnë ata, i ka bërë parti me vete ata. Pa sigla, pa blogo. Okej, Zekri, jam në fund. Unë mendoj që koalicioni reflekton gjendjen e Partisë Demokratike, edhe mënyrën si ajo e ka ndërtu... Po te koalicioni keno një parti më agresive se Berisha në ligjërim, më djashtat. Më konservatore. Një seri. Aty ka, po nuk po i viktima beti, dhe më thonë se koalicioni ka ato pak parti që dijen, pra Duli, Idrizi, Meta, se këto tjerë janë kot pastaj domethënë. Ato unë mendoj që Berisha nuk duhet i merret se e bën qeshra koalicioni, duhet i lidhë jashtë ato. S'ka kuptim fare ajo me ato. Sepse ka dhe gjë tjetër, moralisht Arioni foli për prishjen e koalicione. Koalicionet do prishin me këta deputet. Këta e prishin koalicionet. Pra është i lloj turpi kështu. Pra mendoj që partia politike s'duhet i merret se ata s'kan as vota, se gjë thjesht e bën qeshra koalicionin, po e kaloj këtë pjesë. Për mua problemi themelor është tjetër. Problemi është që Partia Demokratike derisa më nuk e bërë çështjet që janë në diskutim në Shqipëri. Çfarë çështje ka shqetësim Shqipëria sot? Ka drejtësinë, korrupsionin, krimin organizuar dhe ka situatën ekonomike. Partia Demokratike thotë shkrihet SPAK-u. Mirë, tjetër gjë, kjo është programi. Pra oferta elektorale për Partia Demokratike është shkrirja e SPAK-ut, ndërkohë që duhet ta adresohet ndryshe. SPAK-u nuk duhet shkrihet, duhet përkrahet Dumani dhe mënyrës si Dumani me prokurorët e tjerë, se s'është thjesht Dumani, po luftojnë, po prekin ata që janë pa prekshëm. Erion Vilije, Erben Ahmetaj, Semir Tahiri, me radhë, e njështë opozitës ka problem sepse gjithkush duhet verifikohet. Kjo do ishte gjetja e durë opozitës. Pra kur ti e gjen gabimisht të punë, ti pra të hyn në fushat. Erion Vilije mbas 5 nëntor. Nuk ka si më 5 nëntor, 6 nëntor tash. Ka shumë rëndësi. Nuk është pundate kjo. Pra vetëm pundate. Arion, po themi cilat ishte narrativa e durë. Pra që opozita të fitonte mbi shumicën te kjo çështje. Po Berisha është produkti non gratës dhe i SPAK-ut. Si kryetari i PD-s nuk është produkt. Po them si do duhej ta bënte opozita që të fitonte qartësisht zgjedhje. Patjetër, po të bënte këtë gjë të fitonte qartësisht zgjedhje, sepse publiku dhe Shqipëria ka shqetësim të gjë. Është shqetësimi numër 1 në Shqipëri. Patjetër. Pra, korrupsioni, prekja e paprekshmeve. Si ka mundsi Rama i doli kundër dhe në themi. Por paprekshëm janë këta se s'kan asnjë burg zot. Doli Rama hapur kundër. Tani çështja e dytë. Doli Rama hapur kundër. Lutem. Pra mendoj që Partia Demokratike ka zgjidhur gabimet në çështjen e ekonomisë, sepse çështja e ekonomisë, Partia Demokratike mund të ketë program shumë të mirë. Por programi nuk është kur një arsye për të votuar njerëzit në gjithë botën. Si jemi te programi, rrim te koalicioni, mos ta dim tjetër. Po ekonomia pse ishte jo efikase? Me ekonominë fitoi Trumpi. Unë thashë herë pra, po pra. Këtu Shqipëri nuk ecën. Jo, këtu mund të ecë patjetër, po do duhet që njerëzit që kanë hartuar këtë program, që artikulojnë këtë ide, ta bartin seriozisht mesazhin e këtij ndryshimi. Çka kemi se dorë të liti e mbartë mos e çka. Çfarë bëjmë ti shaka, pa seriozisht do të shkojë të marrë dikë nga TikToku. Ideja kryesore e njerëzve politik do të jetë serioziteti. Po kush është jo serioz? Nga këta që merren me ekonomi. Adriana Kalaja gjithë politika shqiptare. Kush? Adriana më përmend pas se do ma thush nuk ma the. The do të them diçka, por nuk ma the. Kishe deklarat për të bërë, nuk e di. Nuk e di tash se i ka shumë gjëra, po them këtë gjë që ekonomia është çështje themelore patjetër, po duhet që ata që artikulojnë, ata që hartojnë idenë, të jenë njerëz që e bartin si vokacion edhe kanë kapacitetin ta zbatojnë dhe populli i beson si të tillë. Kemi thënë para studion tonë që gruaja e Cezarit, jo edhe që duhet të jetë ndershme, por duhet të besohet, perceptohet si e ndershme nga populli. Patjetër. Për Cezarin pra, po ka rrjedh shumë keq atëherë o zotri. Shumë vjen në mendje. Teliti shumë i mirë. Por koalicioni, kandidatët primare ka koalicioni këtë lloj vokacioni. Fitim. Edhe kandidatët primare Berisha e tha shumë mirë që nuk ka të bëjë kush fitoi primare, ashtu do vendosi kryesia. Edhe vetë ai në fund. Kemi bërë një emision për atë, nuk kemi dot sepse nuk kam më minuta. Ne kthehemi në debatin politik nesër në mbrëmje në Opën e sigurisht në ditët në vazhdim. Faleminderit që ishe me mua Sulo Zekthi. Faleminderit Murati, Bala, ne shihemi nesër mbrëmë.